kanë treguar se Federata Ruse nuk arrin të mbajë më presionin që ka ushtruar deri më sot. Dhe ajo që rezulton dhe tingëllon paradoksale është se rusët duan ta zgjasin frontin e luftës edhe në rajonet veriore të Ukrainës, që deri pak kohë më parë ishte i heshtur. Pra po kërcënojnë një seri zonash veriore. Të gjitha ato që janë në kufijë Bielorusinë. Davvero paradossale perché per Kjo duket paradoksale, pasi për të bërë diçka të tillë, Federatës Ruse i duhen të paktën 100.000 trupa, por Moska në këto momente nuk po mban dot as zonat që kërkon të pushtojë. Dronët Ukrainës në pjesën jugore të frontit po dominojnë dhe po e pengojnë fuqinë teknologjike të ushtrisë ruse. Edhe në Krime, duke ndikuar edhe në Krime, ndaj sulmet me rrezet të mesme, veprimi nga Ukraina po prodhoi rezultate konkrete në front. Rusët nuk arrin të furnizojnë trupat në vijën e parë, që janë dhe më të nxehta, ndaj mendon të hap një front të ri, siç e provoi në 2022-shin, por që dështoi dhe kjo mund të shënojë për Moskën një humbje, një disfat në luftë. E kuptoj. Duke kthyer edhe një herë tek situata me Europën, me Amerikën, Giorgio, në mbështetje të Ukrainës, çfarë sinjalesh kemi? Negativi. Sinjalet kanë qenë negativ. Negativi riflettono una politica, quella dhe reflektojnë politikën e Donald Trump, që po rezulton e dështuar jo vetëm për Shtetet Bashkuara, sepse po prodhon një rezultat të kundërt nga asaj që premtoi në sloganin Make America Great Again. Amerikanët po humbasin terren vendikim edhe ndihet në shumë pesha e Kinës në të gjithë këtë. Industria ushtarake evropiane është akoma e dobët dhe e ka të vështirë të prodhojë atë për të cilën ka nevojë si Ukraina edhe Evropa. Prandaj unë kam vënë re një, le të quajmë një shfryrje të zyrtarëve të ushtrisë gjermane, të cilët thanë se nuk është momenti të prodhojmë produkte luksi, por të prodhojmë dronë dhe produkte të tjera që mund të prodhohen me shumicë, sepse kjo është pika thelbësore e luftës. Mbrojtja amerikane në thelb bazohet tek ato mjete që ishin të vlefshme për luftën e vjetër, le të themi kështu, si për shembull sistemet Patriot, por lufta moderne bëhet me dron, pjesa dërmuese e saj bëhet me dron. Prandaj nëse qeli zbehet, mbulohet nga dronët rusë që vinë në Kiev çdo natë, atëherë do të duhen rreth 2.000 sisteme të tjera Patriot që t'i azgjësojnë ata dhe që duhet të qëllohen të paktën 2 herë për çdo kërcënim. Është perëndimi në këtë rast që duhet të ristrukturojë